do dalim pak, se më shumë fillimisht doja trajtoja çfarë po ndodh, si po shkon në përshkallëzimi dhe për një nga senatorët amerikanë, zoti Blumenthal thotë që po bëhemi gati për të futur, SBA-ja duhet të futet edhe me trupa për të realizuar objektivat. Do të kemi gjë parasysh që kushdo që thotë që SBA-ja të futet me trupa për Amerikën, nuk e ka idenë, pra nuk e njeh as artin ushtarak, as artin operacional, as artin strategjik ushtarak, as gjeografinë e Iranit dhe as nuk ka idenë e funksionimit të një lufte të një ushtrie. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk vetëm hartën regjia, hartën kapacitet për të hyrë me trupa ushtarake në Iran. Sa trupa do t'i duheshin në atëherë duhet të kemi një parasysh, sa trupa në rast se ti do që ta fitosh luftën, Shtetet Bashkuara të Amerikës do i duhet të angazhonte gjithë fuqinë e saj ushtarake që e ka, gjithë forcat e saj të armatosura, dhe plus duhet bënte edhe një rekrutim të ri. Jo, ajo tjetra regjia Epic Fury. Do të kemi një parasysh, aktualisht Irani ka në total 30 brigada. Pra, të ndara në këto i llogarit të divizione armata. Po në total janë 30 brigada. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 33 brigada aktive. 30 me 33. 30 me 33. Okej. Tashti. Irani nga këto 30 brigada që ka... Ja, këto regjia, faleminderit. Irani me këto 30 brigada që ka, i ka organizuar në atë mënyrë, i ka të shpërndarë në gjithë territorin, i ka ndarë në 32 provinca, pra, dhe çdo provincë ka komandën e vet territoriale që është komanda autonome në këtë aspekt, dhe ka logjistikën e vet, industrinë e vet, bazën e vet, ka fortifikimet e saja, kapacitetet e saj të lëshimit të raketave, të dronëve, gjithë, pra i ka të ndarë dhe nuk pra, ka të çdo brigad i ka të shkëputur. Jo, nuk po them çdo brigad, ka 30 brigada të shpërndara në 32 qendra rajone, në rajone të ndryshme. Po, çdo rajon funksionon i plotësuar, po themi. Në një rajon mund të ketë 5 brigada, në një rajon mund të ketë 2 brigada në varësi të rajonit dhe të terrenit, pra të gjeografisë varet kjo. Shtetet Bashkuara pavarësisht se kanë 33 brigada, pa 3 brigada më tepër. Pjesa më të madhe të këtyre brigadave Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë brigada të lehta, pra me armatim të lehtë, dhe kanë pjesë të madhe logjistike. Por në rast se bëj, pra i duhet të angazhojë jo vetëm këto 33 brigada, po për të mundur këtë, pra ti duhet të angazhosh në aspektin ushtarak, ti për të mundur një kundërshtar duhet 1 me 3, sepse ti je sulmor. Pra 1 ky, 3 ky krau tjetër. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të angazhojnë 99 brigada që të arrijnë me forcë ushtarake, me ushtar të marrin në kontroll Iranin. Pra trefishin e asaj që ka. Absolutisht. Po që të angazhojnë këto 99 brigada, Shtetet Bashkuara të Amerikës i duhet që të shpallin mobilizim të përgjithshëm, të detyrueshëm, siç e bën në kohën e Vietnamit. Identik me atë kohë. Por sot nuk është koha e Vietnamit. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë mobilizimin e detyrueshëm nuk mund ta bëjnë dot. Nuk kanë asnjë kapacitet ta bëjnë. Do dërgojmë djem dhe vajzat tona, thoshte Blumenthal. Po, ai dakord, le dërgoj djem, djalin dhe vajzën e tij, nuk është problem, thonë le të dërgoj. Se ndoshta i kthehen, po. Problemi është i tillë që ti duhet të bësh të angazhim, po sot kemi 83% e popullatës amerikane është kundra kësaj lufte. Me sondazhe. Me sondazhe. 83% i ke kundra. Dhe ti duhet të angazhosh 99 brigada. Pra ku do t'i gjesh këto 66 brigada të tjera, kur 83% e kësaj popullate është kundra. E para e dyta, popullata sot që është Shtetet Bashkuara të Amerikës është diversifikuar, nuk është më ajo e viteve 1970, në vitet 1970 dhe 69 nuk kishte këtë nivel kaq të madh emigracioni, nuk kishte këtë nivel kaq të madh të emigracionit latin. Sot në gjysmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës është 50 me 50 kapaciteti. Pra 50 janë latin, ata nuk ka shanse ata të shkojnë në luftë. Pra nuk janë angazhuar dot. Pra kapacitetet për të bërë të njëjtin angazhim ushtarak, siç e bëri në vitet 70, nuk e ka sot, e ka 0. Dhe ti pa arritur këto dhe imagjinoni në rast se do ta bësh që ti të angazhosh 66 brigada. Ti angazhosh, ti trajnosh, ti pajisësh, ty të duhet minimalja 1 vit kohë në rast se do ta bësh të në 24 orë. Të duhet dhe pastaj pas 1 viti kohë, të duhet edhe 4 muaj të tjerë minimale që ti zhvendosësh në rajon. Këto brigada. Por këto brigada ti dakord i bëre 99 dhe i zhvendose në rajon. Po në Amerikë ç'a mbeti? Në rast se heqim 99, në Amerikë s'mbeti asgjë. Atëherë në rast se në Amerikë nuk mbeti asgjë, kush e garanton sigurinë e Amerikës dhe të gjithë bazave amerikane janë 800 baza në gjithë botën. Pra ti duhet të angazhosh në këtë aspekt, jo 99, po 180 brigada sepse
të duhen 33 që të mbajnë atë tjetër dhe pjesa tjetër që të bëjnë luftën. Pra, kapacitetet e rekrutimit në këtë aspekt që të angazhosh 180 brigada janë zero. Pra, Shtepi i Amerikës nuk kanë asnjë kapacitet. Kanë kapacitet aktualisht që të bëjnë inkursione ushtarake, pra si ajo që ata pretendojnë të marrin ishullin, është një ishull atje në Karg, ku është qendra kryesore ishulli Karg është qendra kryesore ku ngarkohen anijet, të gjitha anijet me naftë nga Irani. Dhe Macedonim dhe ishulli Karg, kjo hedh poshtë edhe atë faktin që është minuar, pra që thotë presidenti Donald Trump, nuk është minuar fare Ngushtica e Hormuzit për arsye se aktualisht anije kineze, ruse, indiane po mbushen me naftën iraniane. Dhe kalojnë aty. Po, dhe kalojnë aty në këtë. Pra fakti dhe minat nuk janë bomba ujore të zgjuara. Pra në aspektin që nuk kemi të bëjmë me çështje të zgjuara, nuk kanë sistemin AI brenda, pra artificial intelligence, ato nuk e njohin se kujt i përket anija. Në momentin që kalon anija, vala që shpërthen mina, pra nuk njohin se cilit flamur kanë, nuk e njohin flamurin. Nuk është e minuar. Mjafton hodhe 1-2 edhe alatët e tut, pastaj do mbeten aty. Kështu që nuk është minuar ngushtica e Hormuzit. Pra kjo hedh poshtë totalisht sepse vazhdon gatrak sepse është në ngushticën e Hormuzit, do të thotë sektorin që është ndaluar trafiku i cisternave, i anijeve cistern, por nuk është ndaluar trafiku i anijeve tregtare. Pra anijet tregtare, të cilat çojnë ushqime në gjirin persik, mallra të tjera, ato funksionojnë. Kalojnë. Po anijet tregtare. Vetëm anijet cistern nuk lejohet të kalojnë. Ishin goditur në fakt, edhe një anije anija tregtare që goditur është anija tregtare iraniane që kanë goditur amerikanët. Pra nuk jemi këtë. Pra kjo është nga këtë aspekt. Dhe si thash, nuk e dallojnë dot minat se është anije tregtare apo anije cistern. Pra nuk kemi në këtë moment asnjë nëse dominoi Dritan, çfarë do të ishte fundi, nëse dominoi është pasojë, pra asgjë nuk do, nëse dominoi atëherë të gjitha këto shtete që shihni ju, Arabia Saudite, Kuvaiti, Bahreini do të vdisnin sepse këto nuk prodhojnë asgjë. Çdo lloj fruti, miellin, bukën që prodhojnë bukën, qumshin e marrin nëpërmjet kësaj tregtie. Pra këto do të vdisnin, nuk do të ekzistonin më si shtete. Kjo është pamja e anijes goditur, po. Anijes goditur. Dritan, po për sa kohë, nëse do të minohej, për sa kohë çminohet, çminimi do shumë kohë, dhe varet se kush ta çminojë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk kanë asnjë kapacitet për bërë çminimin, ato 3 anije çminuese që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kishin dhe i kanë çuar tashmë për skrap. Para 2 javësh i kanë çuar për skrap për t'i bërë për skrap anijet e tyre. Skrap në kuptimin që skrap. Kanë vendosur i kanë demolojnë. Po, ti demolojnë, i kanë dekomisionalizuar nga ushtria dhe i kanë çuar për skrap para 2 javësh, pra ka ndodhur kjo. Diku të rreth 5-6 ditë përpara se të fillonte sulmi ndaj Iranit. 3 copë kishin anije që merreshin me deminimin, nuk kanë më asnjë anije për deminimin. Kanë prodhuar një 2 varka të vogla, por ato nuk janë testuar asnjëherë, pra. Irani nuk e di se nuk ka kapacitetet të çminimit, atë pra çminimin mund ta bënin kinezët dhe rusët, ata kanë kapacitete të mëdha të çminimit, kryesisht rusët do ta bënin këtë, suedezët do ta bënin këtë, norvegjezët do ta bënin këtë se kanë kapacitete të kësaj. Po në rast se ajo do të minohej, atëherë çminimi merrte një kohë, në rast se ti do hidhësh edhe 10-15 mina, edhe 20 mina për ta çminuar atë se do t'i gjesh më parë ku janë minat. Pse është Po pikërisht sepse duke qenë se një pjesë e minave nuk përdorin sistemat GPS dhe pra thjesht hidhen dhe Irani ka një sistem i cili nuk ka nevojë të bëj minat me anije, ti hedhë me anije. Po i lëshon me shtratë lëshime, pra me si më thënë, siç gjuan një prell artilleria, ashtu lëshon edhe minën dhe ajo minon. Pra këto nuk kanë si ishte kjo Dritan nga uji, jo i lëshon nga toka. Nga toka? Pa. Me goditje, me shtratë lëshimi, me. Pra nuk kanë nevojë që të ketë anije aty apo flotë që jo, s'ka asgjë nevojë. E ka sistemin e tillë që i minon nga toka duke lëshuar si prella, pra i lëshon si prella topi. Në këtë aspekt. Dhe kjo pastaj është këto bien varet se sa janë të thellësisë, sa janë të thellësisë, pra gjitha kjo. Dhe kjo pastaj merr një kohë të saktuar se si do ta bësh, pra mund të shkojë nga 6 muaj deri në 1 vit. E qartë. Pra në rast se kjo ndodh, domethënë bllokim final i gjithçkaje. Do ishte absolutisht, prandaj thash, kjo në rast se kjo do ndodhë do thotë që gjysma e vendeve të gjirit të vdesin për bukë, pra nuk do ekzistojnë më. Dhe kjo është goditje ekonomike për të gjithë, sepse gjithë bota ka investuar në vendet e gjirit. Gjithë vend atje. Dubai, Emiratet e Bashkuara ishte kthyer në Sodoma dhe Gomorra aktualisht. Ishte kthyer në kuptimin e imobiliareve, një nga vendet në kuptimin e immoralitetit, një nga vendet më imorale të botës, pavarësisht se është vend islamik, ishte kthyer Emiratet e Bashkuara Arabe.
Dakor, jo, e kam fjalën në kuptimin e vlerës. Në kuptimin e vlerës monetare, po, Emiratet, Kuvajt, Arabia Saudite, Bahreini, Katari, gjitha këto vende, me fillimin e kësaj lufte dhe me këtë bllokim që ka bërë Irani, humbën më shkëlqimin e tyre, nuk janë më dhe nuk ka për të vajtur më njëri të investoj në Katar, në Emirate, kanë humbur totalisht sepse nuk ka asnjë garanci me askush që nesër nuk do bëhet një luftë e njëjtë. Kjo është thuaj absolutisht, dhe pra mbaroi shkëlqimi i këtyre vendeve, të cilat me shkëlqimin e tyre, edhe ato morën një arrogancë dhe pavarësisht se quheshin vende islamike, degenerimi moral në këto vende ishte më i madh se sa të shohësh në çdo lloj vendi tjetër që nuk e quajnë veten vend islamik.